Muzika vëllezër, sipas me thënë gati njerëzishmërisë dietarëve është haram, edhe është prej gjunaheve të mëdha, qoftë domethënë bërja muzikës, prodhimi i muzikës apo dëgjimi i muzikës. Katër mëdhëbet vëllezër janë unanim këtë pikë. Dietarët e katër mëdhëbeve, nuk ka mos pajtime që i ndalojnë domethënë muzikën edhe mjetet muzikale. E muzika vëllezër ka qenë diçka, domethënë gjithmonë ka qenë ndaluar, nuk është diçka që siç pretendojnë disa, domethënë ju tash po e shtrëngoni shumë fenë, po e bëni haram, jo. Muzika gjithmonë ka qenë haram. Prej kohës më kohërave të lashta. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e deri më tani. Allahu në Kur'an vëllezër muzikën e ka thujt lahul hadith, fjalë boshe, fjalë kode. E ka përmend se disa njerëz sot i marrin këto fjalë, i përvesojnë këto fjalë me qëllim që me i largu njerëzit nga feja e Allahu subhanahu wa taala. E një prej dëmeve më të mëdha të muzikës është kjo. Don të pengon prej fesë të Allahu subhanahu wa taala. Nuk mundesh domon ta ngurcon zemrën, ta vrashton zemrën. Edhe pse ndoshta dokën në fillim që po të nxit domon çka po ta zbut zemrën apo po nxit ndjenja, emocionet e tij, rezultati te muslimani është e kundërta vëllazër. Don ta ngurcon zemrën, pse se të largon prej Kur'anit. Shkon njeri i cili ngon muzikë nuk mundet me ngu Kur'an. Siç thotë Ibn Kaimi rahimahullah, thotë o dy gjana thotë nuk bëhen bashkë në zemrën e njerit, dashuria ndaj muzikës edhe dashuria ndaj Kur'anit. Patjetër të njëjta ka me e përzan tjetrën nga zemra, cila të bëhet të forcohet. Dhe muslimani duhet me nejt gati imanit vet, duhet me nejt gati zemrës vet. Mos me leju të që një dëgjim i muzikës me të largu prej Allahu subhanahu wa taala. Ishte Uthmani radhiyallahu an, thotë law tahurat qulubuna lama shabi'at min kalamillah. Sikur zemrat i kishin pastërta, thotë s'kishin më ngop nga fjala e Allahut, nga Kur'ani. S'kishin lyp zaventsim për diçka tjetër. Nuk kishin lyp zaventsim as tek muzika, as tek problemi është që zemrat i kemi çka të njollosura me gjuna, andaj mundohemi me gjetë zaventsime. Mirpo sikur ti kishim zemrat e pastërta, ti ishe fokusu vetëm në Kur'an, edhe vetëm lexim Kur'anit, që ajo të kish mjaftu. E kishe ushqy veten edhe shpirtin tonë, zemrën tënde me Kur'an. S'kishe lyp kurrë tjetër zaventsim. E muzika vëllazër, siç thotë Ibn Kaimi rahimahullah, thotë është rukja e shejtanit. Don sikur Kur'ani vëllazër, don thotë është Kur'ani i shejtanit, thotë se rukja e shejtanit. Neve muslimanëve na qetson Kur'ani. Kur kemi problem diçka, bëjmë rukje, qoftë i bëjmë rukje dikush është na bën dikush rukje, mu qetësu edhe me na largu Allah ato shqetësimet. Shejtani vëllezër rukje edhe Kur'an thotë Ibn Kaimi e ka muzikën. Muzikën. Pan çata domon kjo është ajo qetësim që vjen është qetësim prej shejtanit ku. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka treguar se thotë është do të betun Allah, thotë muzika, dëgjimi i muzikës thotë e mbjell dy fytyrësi në zemër. Ashtu thotë siç e mbjell uji i bimën. Si muslimani është i pajtimit dhe i kënaqur për veten vet që me pas në zemër pas dy fytyrësi edhe me të mbjell dy fytyrësi në zemrën tonë, Allahu na ruaj sifaqësi. E qysh kjo Ibn Kaimi edhe na sqaron këtë. Thotë ku ka dy fytyrësi më të mëdha se sa ti dëgjon muzikë, e ndoshta të lotojnë syt, zbutet zemra, edhe bash ndoshta mendon se bash njeriu më i mirë, në anën tjetër e lexon fjalën e Allahut subhanahu wa taala. I dëgjon gjithë ato ajete ku Allahu nxit edhe thret drejt xhenetit, edhe të frikson nga zjarri i xhenemit, edhe nuk të lotojnë syt për frikës për Allahut ose nga dëshira për shpërblimin e Allahut, edhe që më bë mirë, ku ka thot dy fytyrësi më të mëdha se kjo Allah. Ç'ka është dami i muzikës?